Tani unë do të bëj një kërkesë që dua kështu ta kem kujtimin edhe të emisionin, po mund të improvizoj diçka vetëm atë hyrjen, në njëra ndeshje në tjetrën? Duket sikur do imitoj vetvetes, se kam bërë kurrë, po ku diun do të jemi zbet shumë. Jo. Nuk e di. Këm ngul për të kjo, të lutem. Ta mendoj një herë se ky shtek, si zakonisht jemi në stadionin kombëtar që jemi në Stafa të kryeqytetit, përgatitemi për të transmetuar emisionin nga njëra ndeshje në tjetrën. Shpresojmë që ti kemi gjithë linjën në rregull, teknikët janë nga dishmëri, kemi bërë provat e rastit, të dëgjojmë edhe radiokronistët ta japin atmosferën, si është gjendja e stadiumeve, janë mbushur me spektatorë. Atëherë linja tek qyteti i Beratit, ku luan Partizani, skuadra me shumë trofe, linja Agron Kajës në Berat. Të falenderoj shumë. Ky duhet një kujtim shumë i bukur. Të jam shumë i njohës. Foto tjetër. Kjo është kombëtare e radiokronistëve. Tu jemi në Lezhë. Po? Ky nuk ishte një emision për të kaluar radhën, po u bë ikona jo e Ahmet Shqarit. Po? Emisioni ikon. Po kjo është emblema e Radio Tiranës dhe e gazetarisë sportive shqiptare. Shumë saktë. Këtu janë në një seminar kombëtar. Në Lezhë? Në Lezhë. Po pse në Lezhë? Sepse Zef Shtjefni ishte radiokronist i Lezhës. Se hyri nga kategoria 2 në të parën, ishte ekip që hynte e dilte. Kështu është edhe sot. Kjo është gazeta Koha Jon? Po, që kanë nxjerrë fotografinë. Po. E ku e majmen të gjithë gazetat që kishte në... Dhe e bukur, kombëtarja e radiokronistëve. Po, 95-96. 95-96. Ishte Bardhyl Pollo, ishte drejtori i përgjithshëm, por tashti si ti... Okej, se janë e bëm atë. Unë shikoj këtu se ka dhe që si njëpë. Veli Radën, Fatmir Mnerin, Aleko Gjergon... Këto poshtë. Mikel Janko është i pari. Fatmir Mneri, Aleko Gjergon, Veli Radë, Bujar Qesja, Mikel... Mojsit Dalipi, Fatmir Fica, Mikel Briçaj, Arber Emiri... Zef Shtjefni ka... Zef Shtjefni është këtu, i dyti. Unë, Mymer Striniki, Andon Vane, ja ku është kë Rok Preqin mest. Po ti pas ke memorit ja zakosh? Vladimir Ngjela, a i mduket është Agron Kaja, po, a i... Mikel Mbriçaj. Ky është Mikeli poshtë, lartë është Arber Emiri. Okej, foto tjetër. Ja më i pas ka emnat poshtë, nuk e kurare. Tani. Këtu është Petro Ruci. Ai që është emblema, brenda emblemës, është ndeshja që ti ke transmetuar nga Barcelona më 1 tetor 1986. Ky është Petro Ruci me Geri Lineker. Geri Lineker. Tani. Ishë golshënuesi më i mirë i botërorit 86. Dhe në Meksik. I kombëtares angleze dhe luante me Barcelona. Tani, na e trego si shkove në Barcelonë dhe si u transmetua ndeshja, se kjo është pjesa më e rëndësishme edhe e kësaj interviste. Jo e karrierës tënde, nuk diskutohet ajo. Po përgatitesh të shkoja në Durrës për një transmetimin e një ndeshje në mesjavë të prapambetur, Teuta Dinamo. Dinamo kishte zhvilluar një ndeshje për Kupat e Europës. Një javë më parë, bënin pushime edhe luajtën mesjavë. Dhe unë po prisja si gjithmonë të vite edhe radiokranisti që do transmetohet Ismet Bellova, po, dhe iknim nga radio për atje. Ismeti pinte kafe tek një klub aty afër, ndërkohë që unë po prisje teknikun, të zbriste me aparaturat, me gjërat, makina aty, vjen nga që Bushako punote, ke dëgjuar. Po, patjetër. Një nga gazetarët më të mirë për fëmijë, ishte një instruktor. Dhe autor libresh.
po në drejtorinë e propagandës Komitet Qendror, me Miti Tonën, shef i sektorit. Po, dhe çfarë tha? Edhe vjen aty, po ishte tifoz i Dinamos, unë e kisha parë atë. Po? Po ai kishte rol të madh, se ai çonte e merrte të dhënë nga radio, nga gazetat, nga gazeta. Po? Sa ishin Puna, Zëri Rinis, Bashkimi, Zëri Popullit. Edhe në revist, ky i kishte këto, edhe radio televizionin, që ishte i vetmi media elektronike. Tha, ku po shkon Ahmet? Në Durrës. Tha, të vinë unë, ke vend, po sirë kam tash për ty ti tifoz Dinamos, dhe dje që ishte në Komitet Qendror. Tha, ma i qik me të mirë. Se më duk se kalon të rasisht edhe më përshëndetje. Po dhe? Tha, nuk do shkosh ta në Durrës, të shkoj. Me ke, do të transportosh me Ismetin. Të shkoj Ismeti, tha. Ja, po e presim, do. Të shi do ikin e do po, tha. Tha, pregatitu të shkosh në Barcelonë. Unë mëra si të fiktore. Tha, që po thotë? Do ikte nesmet mas vite në drejt. Një ditë para kjo? Po. Tha, shumë. Mos bërë shaka, tha, shumë shoku gaqo. Tha, ore, do ikesh, tha, po ik bëj një fotografi, tha, sa të vi Ismeti, që ti nisim ato. Ndahu dhe me ta. Edhe... Për pashaportën? Për pashaportën, do shkosh, masi të bësh fotografinë aty ta marrësh, se atje bësh fotografia, ku da bënin, për pashaportën. Dhe doli brenda ditës? Edhe shko, tha, ke atje ministri, ke Hekurani, dhe janë mërë masa, thu jam Ahmet Shkari, të ikin në Barcelonë esër. Të fusin ato kanë, ati ishte Zyliftar Amisi. Drejtori i sigurimit? Po ishte zëvendës ministër. Po edhe zëvendës ministër, po? Hekurani si ishte Peqina sim. Nuk ishte aty, me shërbim, a ku dion, pëse do pysja në koshte, edhe më qonë aty, pristaj, e firmasi e në vend. Vetëm për ty, tha, po e bëj, tha, se je shumë i dëgjuar, tha, për nga njërë ndeshje, në tjetër kishe 6 vetën, sa? Po donë i se i the firmë? Po jo, kishte marrë nga Komiteti Qendror. Kushe kishe marrë vendimi, që ti të shkaj? Po, e mora vesh me vonë, po? Nga Ramiz Elia kishtë ato. Ramiz Elia direkt vetë, Po. Të shkoja me Shkari, ishin lidh marrëdhëniet para një jave Shqipëri-Spanjë, diplomatike. Diplomatike, Edhe për të dhënë një imazh, se këtu erdhen 2 javë përpara, erdhen 50 gazetarë, që u dha një pritje në Hotel Dajti, gazetarë anglisë që ndiktin Gary Linekerin, që ishte i lujtë Shqipëria me Spanjë. Me Spanjë, me Barcelonën. E do dhe në lute flamurtari me Barcelonën? Po, flamurtari, neshja e këthimit. Tani kjo është neshja 2, 1-0, se flamurtari Barcelonën. Kjo është neshja 2, ti ishe te e parë. Jo, 0-0 kjo, e dyta, 1-1 atje e para. 1-1 në Vlorë dhe 0-0 në... Ti ishe te kjo, 0-0 në Barcelonën. 0-0, Tani, dhe... Në Spanjë pra isho. Dhe ike me ekipin? Ika me ekipin, pra firmon, si kuj mora pashaportën. Atë ditë? Më priste autobuse, kishe bëj një të traston me këshu, do të thënë qantë me bëreke, me gjane. Po si që bëjnë burri dhe atë shqiptarë përgjithësi. Dhe qëfar linje ndojshët që të vajtët në Barcelonë? Ajo që një historim vete. Shku me autobus deri në Titograd, që sot Podgoricë. Po pasaj? Pre ande një avion i vogël, Titograd, Beograd. Flejtëm një natë në Beograd. Po pasaj nga Beograd? Matë nesme nga Beograd në Rom, flejtëm një natë... Në Rom? Në Rom. Po? Në hotel atje në apriti ambasadori, në shtroj darke... Dhe pasaj nga Roma? Se po ikte Vlora në Barcelonë. Dhe nga Roma pasaj në Barcelonë? Nga Roma në Barcelonë. Do thënë, Tiranë, Podgoricë, Beograd, Rom, Barcelonë. Wow. Sa zjati gjithë kjo? 3 ditë? 3 ditë. 3 ditë u thikë për në Barcelonë. Po. Tani vajtët atje, si u bë transmetimi? Nuk e di që dhe transmitoj unë. Ai më tha do shkosh, thanë atje. Edhe hajde thanë, bëj një reportazh për Gazetën e Sportit. Si u realizua teknikisht? Edhe u shkoj atje dhe ditën në minutën e fundit. Ti ishe në Camp Nou? Unë isha, ishim në pahanim drek, bile po pristim që të vinin vlonjatët nga pazari. Ekipi?
Të kishim vajtë për pazar, ekipi, e? Se ka histori tjetër. Po, flasim për ndeshjen, ja? Edhe, kur dëgjoj unë, se njën Shkjari, unë mund t'ishe edhe unë pazar, po, nga tensioni, po pregatite, kishe pregatite, diçka në hotel dark, po I hidhi e sy, gjërave, gazetave të ditës spanjolle, hajsa kapja unë me ato titujt e dhe në faqen e parë, në faqet parë, shkruhesh. Për flamurtarin, se kështë dalime një në vlorë? Po, e zakonshme. Po, dhe? Rigol huge nga Uelsi, I koptarës Uelsit, u bë dhe treneri Uelsit. Që barazoj? I koptarës. Po, Vasil Ruci. Vasil Ruci, golit, I zakonshme. Po, dhe tha ti të thiri? Zubizareta ishte portieri komptarës. I portieri Spanjës, po? Edhe më thamë, njëherë njëtë bëhet këtë goli këti. Njëherë njëtë kështu tha? Kështë tha këtë? Po e marë unë Zubizareta. Zubizareta, në? Po, intervist. Dhe a I tha, njëherë njëtë bëhet këtë gol, e? Ua, Zubizareta me sa di unë, jo vetëm ishe portieri komptarës Spanjë, po ishe nga më të mirë të botë. Po, pa, që për kohë. Portieri më I mirë në botë ishte. Po, shumë mirë ishte. Po, dhe të tha që do lidhesh, do ta bësh. Edhe ngjojën si një Shqari, e kapa Shqari. Thash, më stallet njëri në recepcioni, kësi e bande, kush më kërkon më kështë. Edhe mirë që kjellova aty. Po? Edhe thotë kërkojnë nga, kishte 4-5 minuta, I se një Shqari. Ka thani se këtu dëjet, unë po pije kafe. Të gjitha ishin pagura aty se qërë. Aty rinim, Hotel Presidente, në via diagonale, Bajmena. Në rrugën aty, Ishte një nga rrugët Masa Ramblas, që patën thënë marxist-leninisët që fliqin spanisht këtu, se kishte nga gjithë gjuhët botës tu, mos lempa e parë rrugën e Ramblas, është gjithë lule. Atje ishte Radio Katalonia atje. Dhe I të tha? Shkova atje unë, kërkojnë telefon, thanë, mora unë, tha, merë masa, tha, kanë lemëru nga Komiteti Qendror, që ta transmetosh në shënësot. Ti trafik. I thashon, për mi, kur linjat ju shqe, për janë marë masa, tha, dërziqarë, ti do shkosh atje, tha. Po kush ishe kuj që të thështë? Radio Tirana më merë të morë. Direkt në Radio Tirana? Po, ti do flasësh ta në sonte. Në ora 9, ti është gati, do fillosh. Në 9 fillon të ndeshja? Po. Me Shqipërinë I bide 10? 10. Edhe unë fillova një 4-5 minuta me vërnes, jo abligjantia më ane, dërsa Nevzat Dibra speaker, folës, që ishte I orës funit, tha tani, dhe më thanë do transmitosh, thash, po kush, si qysh, I ke gati atje. Firate, shoqërusin tani, Radio Katalonjës, thash ka telefon, po si thot transmitojmë në dhe për gjithë. Ata I kishin të montu me të gjitha. Ishe mbyllur teknikisht. Edhe kisha telefon aty unë që të flisja me radio, kur je gati. Direkt. Kur vajte në Camp Nou, në stadium? Shkum një orë për para. Bëre prova? Nuk u lidhë ato. Nuk u lidhë ato, dhe prandaj fillove me vënesë. Mirë që më erdhi djali Gogonushit ishte student, Artan Nushi në Paris, erdhë ato të ambasadës të vetmit. Aji ishte me edhe spanisht edhe frëngjisht fliste, se ishte në Paris student. Vendosëm telefonin, gjitha bëm prova më ndimoj. Si ato fjallët e para në që fillua me vënesë dhe ju kërkojmë djesë, apo se ne... Jo, a I tha. Je gati. Dhe tani po lidhemi me Spanjën, me stadiumin Camp Nou, pa thoni famë shumë, jo, I Barcelonës në mikrofon në Mesjari. Asmi Mrama, Meta, në Knejq. Farë. Pum, në ngejla I copheru. Kishe emocione? Po shumë, po dridhësh. Dhe si u si edhe thash, mirë mbrëma, ju përshëndesën nga stadiumi. Dhe si t'i gjojsh? Edhe fillova aty, unë mora, sa që kishte Pjetër Abnori, kur ka ardhë, se ime shoqe ka qenë shefe mardhën me është në parlamentin e parë shqiptar, pluralist, ka punu me Pjetër Abnorin. Dhe kur është bërë promovimi I librit tim, parë, në lidhjen e shkriptarëve, erdhi dhe tha, foli për librin tim.
dhe në burg, tha, ishte Liridali kur fliste ky për neve, tha. E ndjoheshim në gjithë, lidheshim në rreth të gjithë, edhe në alinin në obor, tha, edhe me mikrofon, me altoparlant në burg. Në burgun e Burrelit. Kur ka transmetu, tha, në Barcelona, ne tham, nesër kemi në Biruc, këtë afër nesh. Qa thua? Se unë thoja burri dheut që edhe papa është antar nderi i këtij klubi, Papa Vojtila, po. E the, po ç'pate? Po sa unë kishe të shkruar nga gazetat se që përbënde Spanja. Tani edhe Camp Nou. Dhe fjala Camp Nou. Tani ajo ti e di që gjithë Tirana, gjithë Shqipëria të gjendet ty dhe për shembull në shkollë. Ne në shkollë kishim altoparlant dhe gjithë shkollat gjendet aty. Thot Vatkoreshi ke parathënë një libritim të parë pra. Po? Që kujtimet e një gazetari sportiv është ai i pari. Dhe si e shkruan Vathi? Edhe thot që duke sikur Shqipëria ishte në këmbët gati perandor i asaj natë në Shqipëri.